Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi u kapën në flagrancë duke transportuar një sasi të konsiderueshme lëndë narkotike. Gjatë operacionit të zhvilluar mbi bazën e informacioneve nga inteligjenca policore, shërbimet e rendit ndaluan një automjet në aksin rrugor Mamura-Skashar, në afërsi të Thumanës. Në makinën me drejtues 37 vjeçarin Enea Tahir dhe pasagjer 48 vjeçarin Besnik Shabani u zbuluan 59 pako me lëndë të dyshuar narkotike të llojit Cannabis sativa. Sasia e sekuestruar rreth 60 kg e 6 gram dyshohet se po transportohej me qëllim shitjen. Automjeti dhe pakot me drogë janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale ndërsa të arrestuarit do të përballen me akuzën e trafikimit të narkotikëve në bashkëpunim.